Hello, përshëndetje dhe mirë se vini nga rubrika Në kuzhinë me Verën. Sot do bëjmë një tort të kohëve të Enverit me vezë, me mereng. Ta bosh i beratit, por unë për mendimin tim ajo është torta e kohëve të Enverit. Unë s'kam qenë varë në kohët e Enverit. Mirë po, me të dëgjuar e kam që është shumë e mirë etj. E kam bërë një 2-3 herë dhe sot do jetë një herë plus, duke qenë se do kemi ca miq nesër në shtëpi. Miq, kunati do vi në shtëpi, edhe po mendoj që të bëjmë tort në mënyrë që ta shijojnë dhe ata se nuk e kam bërë ndonjëherë për të tjerë dhe jemi bërë vetëm për shtëpinë tonë. Kështu që përveshim mëngët, edhe fillojmë nga puna. Gjëja e parë që duhet bëjmë është të ngrojmë furrën në 180 gradë për të bërë pandespanjen. Me këtë robotin tim të bukur, edhe vazhdojmë. Pandespanja, unë e bëj gjithmonë njësoj, një numër të saktë vezësh, domethënë nëse ke 5 vezë do bësh 5 vezë, 5 lugë sheqer, 5 lugë miell. Nëse ke, unë për shembull do e bëj me 6 ose me 7, se janë vezë të vogla, do e bëj me 6 lugë sheqer, 6 lugë miell. Kjo është pandespanja që unë e kam marrë nga mami një shoqes time që ka qenë pasticcere. Dhe nëse do ta bësh më të madhe, shto vezë, shto lugë sheqeri dhe shto miell, edhe vazhdo proporcioni i njëjtë. Kështu e kam bërë unë, është gjëja më e thjeshtë që mund të bëhet, kështu që fillim me ndarjen e vezëve. Që do thotë, për pandespanjen kemi 6 vezë, 7 vezë do bëjmë, se e kam vezë të vogla, 7 lugë sheqer që i kam vënë te ky tasi, te ky fixhani i cili ka më pak se 200 gram sheqer, nëse dallohet ka goxha hapësirë. Mund të jetë diku te 160-170 gram. Tani fillojmë me ndarjen e vezëve të bardhat nga e verdha. 1 2 Tek kjo të bardhat i heqim më njanë për momentin dhe këtu hedhim 7 lugë sheqer. Unë i kam matur paraprakisht, edhe ja ku doli këtu. Unë i hedh tek, filloj dhe i bëj me këtë robotin. Dhe e shohim që sheqeri ka shkrirë. Spatulën do ta përziej një çik, sepse ndonjëherë ngelet këtu anash. Kjo ka përfunduar. Edhe e lëm çik të kulloj, edhe do ta transferoj këtë masën në një tas tjetër tek këtu, sepse më duhet sërish ky tasi për të bërë të bardhat e vezëve. Hedhim të bardhat. Duhet jetë larë shumë mirena, sepse e dim që po patim një pik fare të kuqe, e bardha nuk rrihet ashtu siç duhet. Unë shumicën e herëve i ndaj sheqerin mes të verdhëve dhe të bardhës. Kësaj radhe nuk i ndava, e mira do ishte qenë ti ndaja, me thënë drejtën. Tani e vendosim këtu, edhe gati për punë. Edhe vazhdojmë të rrihen derisa veza të kthehet përmbys dhe të mos derdhet. Dhe vazhdojmë lënë dhe gjërat e tjera. Provojmë. Jupi! Tani e vendosim gradualisht nga dal tek të verdhët e vezëve. Vazhdojmë punën. Që tani dallohet që është shumë kremoze. Dhe jemi gati për t'i hedhur miellin nga pak. Lugë normalisht të pastër. Kam 7 vezë dhe kemi 7 lugë miell. Kështu që 1 2 3, mielli është i thjeshtë. 4
5, 6, edhe një 7. Si fillim, hedhim gjysmën, ose një pjesë. Unë duke qenë se e kam sitën të vogël, sa të zërsita, edhe pastaj pjesën tjetër. Ose sa të zërsita dhe derisa të mbaroj mielli që vura në gotë. Atëherë vazhdojmë me po të njëjtën lëvizje, nga poshtë lart. E mira është që të sjetet mielli që gjithmonë të krijojë ajër brenda. Shumë njerëz e bëjnë këtë proces me shpatull. Mua më pëlqen ta bëj me këtë shpatull, me spatulën. Mua më pëlqen ta bëj me këtë telin. Dalloni që sa herë që unë ngre, shikonin çik hojet që ka krijuar. Hoje quhen? Ajri, vrimat e ajrit. Se s'di si të them. Okej, unë besoj se është fiks. Dhe tani e hedhim në tepsi. Unë nga që jemi çik vete më shumë kam marrë një tepsi më të madhe, herë të tjera kam ndarë në 2 tepsi super të voçkla. Dhe shpresoj që kjo tepsia madhe të jetë okay. I kam vënë letër pjekje. Edhe vërtet shpresoj të jetë okay, se s'kam pjekur ndonjëherë te kjo vetëm kam bërë cheesecake. Kështu që unë nuk e di sa duket. Mirë po. E vëm tek furra që e kemi ndesur që në fillim të procesit, pa filluar mirë procesin ndezëm furrën edhe e vendosim atje. Ora është tani diku 6:20. Unë duhet ta lë për 40-45 minuta, bëni provën me ujë dhëmbësh. Tëre kanë kaluar ora 19:02, kanë kaluar më shumë se 40 minuta dhe unë do mendoj që shpresoj që tani të jetë bërë, kështu që do bëjmë provën me thik. Vendosim thikën. Thika është e pastër dhe kjo është bërë. E fikim, pandespanja është bërë dhe nxjerrim nga furra. Tani do vazhdojmë të bëjmë merengen. Për merengen do më duhen diku tek 250 gram të bardha vezësh, do të shikojmë edhe do t'i masim bashk, po diku te 8 ose 9 vezë maksimumi. Edhe të verdhën do ta hedh këtu që mund ta përdor për diçka tjetër. Ndërkohë që të bardhën e masim tek kjo këtu dhe më pas e hedhim në enën përkatëse që ta bëjmë tek roboti. Kështu që let's go. Vezët e mira është të kenë ndënjur në temperaturë ambienti, sa herë që ju vegatuani diçka e mira është që vezët të rrinë në temperaturë ambienti. Do më thonë jo në frigorifer. Të bardhat e vezëve. Tani, të bardhat e vezëve përgjithsisht duan diku tek 250 bardha vezësh, 150 gram sheqer. Unë do mundohem të hedh një gotë sheqer që është diku te 200 gram, ta bëj pak më të lehtë. Se kam ndezur unë? Vazhdojmë. Më falni. Në të njëjtën kohë që neve do bëjmë këtë proces, do bëjmë dhe shërbetin. Duhet bërë së bashku, sepse në momentin që bëhen të bardhat e vezëve, atëherë duhet hedhur shërbeti pak nga pak, val i nxehtë tek të bardhat e vezëve. Kështu që unë më mbaroj një pako dhe po përdor edhe pakon tjetër. Kjo është për shërbetin. Okej. Këtë macën pak a shumë gjysmën me ujë, edhe ja hedhim shërbetit. Okej. Me t'ju vu dhe në të njëjtën kohë vëm edhe këtë.
sheqerin. Edhe vazhdojmë punën. Pandispanjës unë i kam vënë këto kunjat për ta prerë në 2 pjesë, domethënë bie 2 herë në 3 pjesë të barabarta. Këto më ndihmojnë mua, ato që janë profesionistë janë profesioniste. Vazhdojmë. Okej, që dhe juve ta shikonin qik procesin më mirë, e afroj qik më kështu. Shërbeti është duke vluar, edhe e bëjmë në maksimum. Kremi ka dalë fantastik. Tani ky është super i nxehtë, nga që kemi hedhur shërbetin val të nxehtë, kështu që duhet ta lëm ca minuta që të ftohet. Dhe upsi. Ndërkohë që ftohet kjo, bëjmë gati pandespanjën. Përgjithsisht pandespanjës nëpër pasliçëri hedhin ujë me sheqer, shërbet. Mund t'i hedhni reçel sipas dëshirave tuaja. Un kam këtë vazon e reçelit që kam mbaruar, do t'i hedh në çik ujë edhe do ta lag pak. Ka që e bëjnë edhe me... Jo, nuk dua reçel. Ka që e bëjnë edhe me qumësht dhe sheqer, po unë nuk më pëlqen ajo, sepse kam frikë mos më prishet qumshti. Kush është shumë i mirë i pret në mënyrë të barabartë, po nëse juve nuk i keni prerë perfekt, fundja fundit për shtëpinë tuaj po e bëni, kështu që me kalimin e kohës do bëheni mjeshtër. Besoj se krem ka mjaftueshëm, kështu që e ngjeshim paksa. Quhet kapaku? Quhet. Take your hands. No, up here. Sugar babin. Hold it here. And squeeze it. And squeeze with the other one. Huh. In the middle. And rotate. Squeeze forward. Well done. Now you can go. Thank you. Tani ka dalë besoj perfekte, shihen edhe pandispanja, edhe këto të gjitha i kishin shumë të mirë, domethënë kremi pandispanjë. Super, ka dalë super, jo budallëqe. Domethënë dhe kremi pandispanjës, upsi, edhe kremi lart ka pas shije shumë të mirë, tani ta transferojmë tek pjata përfundimtare. Dhe kjo është torta përfundimtare. Tani kështu siç është e vëmë në frigorifer. Kjo pjesa që është ka dalë si blu është nga reçeli i blueberryt, edhe ka dalë super yummy, edhe njerëzit që ishin mbrëm e pëlqeu shumë, sepse sot është dita e nesërme dhe kjo copa është për mua të shijoj dhe kafen. Unë shpresoj shumë që t'ju pëlqej. Unë do sugjeroja që mos përdorni reçel që ka ngjyrë të errët, sepse do thonë o pse është kështu, por që në shi është super i mirë. Kështu që jupi, na bëftë mirë.